e lypsha në Kur'an, kujna i thot Allahu Azza wa Jall muj. Çka është muj te Allahu Azza wa Jall? Ti tash ki mundësi me thonë, bek, një farë budallet e kje, po muj? Jo vlla, nuk është kështu. Edhem se nuk është kështu. Se ti edhe one i thojna edhe junit e julit muj. Me të veç ka është juni, pitha me kas, gjermunisht, por poplet thoi me ta nglatis ma mirë. Me të kalcu qka do me thanë këta. Juni, juli, ju në kanë zotrat të cilët ju në adhuru përveç Allahut Azza wa Jall. Lexua, nëse dhe me lezu. E qka është juni, juli, muj me kokën tane, e tema. Po në dinin e Allahut Azza wa Jall nuk është muj. Tash, unë e lexojsha nata e kadrit, ma e mirë se nimi muj. Kush është muj te Allahu Azza wa Jall? E para që e gjanë edhe është e çuditshme. E gjanë që Allahu Azza wa Jall për i thot muajt Ramadan muj. Shahru Ramadan muj. Bile ka thonë më një ranë, ai që për juve e sheh muj. Të mani ka thonë hanës të Ramadan i ka thonë muj. Hanës të Ramadan i ka thonë muj. është shaj e mirë me të kalzu kuna i thot Allahu muj. Femen shahide minkum shahra. Ai që për ju e sheh mujn, e sheh hanën. Mon, e sheh që Allahu Azza wa Jall hanës, po i thoj ka muj. Edhe këtë ku ka një hanë, një muj. Një hanë e plot, të ma një hanë prej fillimi dhe në fund, një muj. Po është veç një veç muj Ramadan jo. E shurur Hurum. 4 muj të harame. Muj. Veçantë. A veç këto? A veç Ramadan edhe këto 4 muj? Jo. Tjerve, edhe tjerë të muj. Argument, ka thonë Allahu Azza wa Jall, arba'ate ashhurin wa ashra. 4 muj. 4 muj tjera, të manë përveç këto që i përmenë. 4 muj, qëfar e qëllojnë? Dhe me thanë, te Allahu Azza wa Jall, muj hënor të ku ka muj. Po edhe Ramadan të ku ka muj. Dhe me thanë, te Allahu Azza wa Jall, muj të ku ka muj Ramadan, mujt e shajt, e shurën Hurum, mujt e haramëv, që është haram vrasën ta, edhe më guca njeri mi bazullon vetë vetës në këta mujt, po dhe mujt tjerë. A më rëndësish me Ramadan mesin e tyne. Ta është këthejme nëherë, nata e kadrit, me e mire se nimi muj. Me ta mundësu Allahu Azza wa Jall, me i bati ma shumë se nimi muj i jetë. I bjen që ti në mrena shtyne nimi mujve, i ke përjetu dikun 80 Ramadana, ose ma shumë se 80 Ramadana. Të më thënë, kur të thëtë Allahu Azza wa Jall, nata e kadrit është me e mirë se nimi muj, i bjen që në mrena sajna i ka ma shumë se 80 Ramadana. Muj Ramadan, 80 i ka mrena sajna. Por shkak se mujën krejtë Allahu Azza wa Jall. A ke qartë ka me lianë Allahu Azza wa Jall. Plus prej mujve haram, nëse 80 jenë Ramadana, ata e në 4. Të më bibjen shumë a shumë muj, se sa Ramadana prej mujve të haram, që mujt veçan të Allahu Azza wa Jall, mrenë në sajna, mrenë në natës të kadrit. Po shkak se ka thonë Allahu Azza wa Jall, ma shumë se nimi muj. E lusëm Allahun Azza wa Jall, me në bo prej muslimanve të mirë. E lusëm Allahun Azza wa Jall, me në bo prej atyne që kur dojnë me mësu diçka e këshyrum, që ka thonë Allahu Azza wa Jall për ta? Jo që ka në mërmenja. Tha është dhe ne, muj për mu dhe për ty është edhe Augusti. Dhe me qëllim për thamë gjëmënisht, për me të kalzu që Augusti, ka gjëni far imami doket me tërleme me pëllim, August e sapi. Po di e dikojna. Të një mësë më thuj mu qysh i kishës. I kishës pse i kojna kë kalendar. 2025 pas linjës Krishtit, që vëdën ma qartë. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na falë.